Drejtori i përgjithshëm i policisë, Skënder Hita, ka ndërmarrë ndryshimet e para në strukturat e policisë rrugore në Tiranë, duke emëruar drejtues të rinj në postë kyçe. Në krye të Komisariatit të Policisë Rrugore është vendosur Lucian Zekaj, ndërsa Ermal Zaimi do të drejtojë trafikun ndërurban. Për trafikun urban është emëruar Jetnor Shira, i cili e ka mbajtur edhe më parë këtë detyrë. Këto lëvizje vinë rreth një muaj pas marrjes së detyrës nga Hita në krye të Policia e Shtetit. Ai ka treguar kujdes në emërime, megjithëse në pritje të ndryshimeve ligjore për Policinë e Shtetit, që pritet të miratohen në kuvent gjatë majit 2026 dhe që do të vendosin kritere më të forta për drejtuesit. Megjithatë, procesi i riorganizimit duket se ka nisur, duke përfshirë edhe takime informale me drejtues policie në qarqe. Fokus fillestar i këtyre ndryshimeve është policia rrugore, pas takimeve të zhvilluara me efektiv në Tiranë dhe drejtues të sigurisë publike. Në udhëzimet e tij, Hita ka kërkuar rritjen e sigurisë rrugore dhe shmangjen e abuzimeve, duke theksuar përdorimin e teknologjisë si poliskanet, radaret e shpejtësisë dhe dronet në vend të ndalimeve të panevojshme në rrugët nacionale. Ai ka kërkuar gjithashtu që masat administrative të regjistrohen në sistem brenda ditës. Po ashtu, është kërkuar kontroll më i rrept në zonat urbane, për parkimet e gabuara, shkeljet e qarkullimit, drejtimin në efektin e alkoolit dhe ndotjen akustike nga mjetet. Vëmendje e veçantë do t'i kushtohet sezonit turistik dhe sigurisë pranë shkollave, në bashkëpunim me strukturat e tjera policore. Në përfundim, Hita theksoi se policia duhet të jetë model në sjellje dhe profesionalizëm, duke ofruar shërbim cilësor dhe me integritet për qytetarët.